në zhvillimor? Para se më përgjigj kësaj pyetjes, ndoshta i kisha kthy fillimit, domethënë te kjo zënka të cilën po e shohim, e cila po shihet që më tepër është politike se sa teknike, për arsye se unë nuk e shoh shumë problem të madh në nxjerrjen e çfarë do leje apo çfarë do certifikate kur ka vullnet të palëve. Mirë po shihet që zgjedhjet lokale i kemi shumë afër, edhe kretë kjo zënk, ta quaj zënk, po shfrytëzohet si mas mendimit tim për përpojena politik për të gjitha palëve. Domethënë ka elementet fuqishme që na shtyjnë me mendu në këtë drejtim, edhe viktimat kryesore në këtë zënk ose në këtë kacafytje me qujt janë domethënë qytetarët e Prishtinës. E thoni qëllimisht nuk i kanë kërkuar ato leje? Po tash ka indicje të tilla që po na bin me marrë në përfundim që nuk po zgjidhet ky problem. Kur po them unë nuk po zgjidhet ky problem, do të veç shkurtimisht me shpjegu ata çka e tha zonja Xhelane në mënyrë shumë profesionale, do të mundohem ndoshta pak më shkurt me shpjegu. Kudo që punohet, domethënë në një zonë të ndërtimore, nëse në një rrethin të caktuar ose në një distancë të caktuar ka objekte të trashëgimisë kulturore, aty duhet të kërkohet që ajo zonë të trajtohet në mënyrë më specifike, që në përkthim i vjerë duhet të merret leje e veçantë për atë zonë. Kaq e thjeshtë është kjo punë. Mirë, po çka ka ndodhur është që na nuk pe dim çka ka ndodhur. Unë pas disa debate, nëse nuk gaboj te Ermali, një ishte zoti Rama bashkë me Arvin, me drejtorin, të nesërmen ishin edhe zyrtarët e ministrisë. Më ka zot drejtën, unë e dola ma konfuz mas emisionit se para emisionit. Domethënë, absolutisht, unë nuk më rria me kuptu se ku është problemi. Dhe kretë këto, domethënë, në një problem kaq i thjesht, më kompliku kaq shumë, unë veç tash nuk e di sa është e rendit mja qëtë gishtin këti e këti, mirë po veç në mbetet që ndoshta mi fajsu të dy palët. Gjithsesi niveli qendror po insiston që duhet respektuar legjislacioni fuqi, sepse pastaj si tu kërkohet qytetarëve të respektojnë ligjin. Që na kemi dërgu dokumentet, po nuk po na përgjigjen, domethënë është thjesht mungesë e komunikimit, edhe kur ta kemi parasysh edhe një send tjetër. Komuna s'do ditë vetë lëshon leje ndërtimore. Lëshon për objekte shumë katëshe, domethënë unë absolutisht jam i sigurt që nuk është që komuna nuk i din këto rregullat. Jam shumë i sigurt që i din këto rregullat. Bile personalisht mendoj që edhe kanë aplikuar për leje të tilla, mirë po ku ka mbet kjo çështje, ka mbet enigme të përjetshme. Ndërsa pak edhe në aspektin profesional të këtij se ju pyetët, domethënë ka pas konsultime publike, nuk ka pas të mjaftueshme spaku. Domethënë, ajo që ka ndodhur se përmendi edhe Eliza, na 3 vjet e kemi pas shkreshin e vllëkum. Personalisht ko mendu që po testohet, domethënë se si po qarkullon, edhe pse si me thonë në periudhë shumë e gjatë, po ko mendu që të i bën një testim në aspektin e mobilitetit. Për arsye se kjo është shumë e rëndësishme që ka përdu me thënë, është në një plan të mahershëm rregullues detaj, në këtë zonë për të cilën po folim, është e planifikuar që të ndërtohet një rrugë nëntoksore, domethënë një tunel, i cili do të kishte me qenë një zgjidhje jashtëzakonshme për trafikun ose për problematikat e mobilitetit me të cilat na po përballemi. Dhe tani me këtë planin aktual që po synon tash përpara nuk është ai tunel. Nuk është i detajuar, nuk është prit plani. Nuk unë domethënë as shumë kom kërku për mendimin tim shumë më rëndësi se leja ose çka do koftë është kualiteti i ndërtimit për të cilët po flasim në aspektin nuk kemi ardhur aty. Nuk kemi ardhur te faza e kualitetit. Ende jemi te këto përplasjet procedurale. Ka hapësirë, domethënë se ka pas hapësirë për në fakt është shkruar, është folur për projektin që nga piknisja. Ju keni shkruar që në fillim nuk ka pasur, nuk është alokuar buxheti i kërkuar. Domethënë që në fillim kur është prezantuar, komuna nuk i ka patur mjetet në dispozicion. Tani pse është problem të niset një projekt i përmasave të tilla pa pasur buxhetin alokuar? Atë nisi pe qytetit të shumë shpejt dalë edhe atje. Okej, përplasjet politike nivelit qendror, edhe kryeqytet e kemi parë në vazhdimsi. E kemi parë, domethënë fjalia që thot zoti Rama është, po na bllokon qeveria, Shpendameti këta ka thonë sa ka qenë në kryeqytet,
e ka thonë djetër, nëse hym në Google kena me pasë qysh qeveria nuk deponon të migracion në bankar për autobusat atje, ose për Prishtina parkingun qysh nuk lënte që ta themelonte edhe plot këto lloj. Po tash le dalim këna. Në fillim Zona Gjelane e tha që problemi bie mbi arkitektat dhe unë ashtu e kam pa edhe nga shkrimet e mia dhe nga hulumtimet ashtu kemi pa. Sepse edhe me ligjin për ndërtim, arkitekti është ai i cili i siguron të gjitha lejet, bazuar mbi ligjin për ndërtim, të gjitha lejet për punimin e një projektit. Dhe asnjë prej lejeve nuk e ka siguruar kompania projektuese. As lejen e ndërtimit dhe as pëlqimin tash të Se, pajtoni me zotin Tafallari që tha që mund t'jetë e qëllimshme? Jo, shiko, nuk kanë çu lejen e ndërtimit për veti, vetë si kanë çu lejen e ndërtimit të objektit vet. Tash e bënë një pyetje më herët, tha, a duhet që shteti të çojë leje shtetit? Po, sepse ligji nuk njeh shtet. Ligji e njeh planifikimin urban edhe pikë. Po komentoj ato pyetje që janë ngritur kështu qytetarët që nuk i kuptojnë këtë procedurat. Po. Komuna Prishtinës shale. Komuna Prishtinës lejen e fundit për vete e kanë çu për një ndërtesë diçka sociale, lejen e parafundit i kanë çu për 2 shkolla, po e kanë çu një për stadionin Dykuriku, veç për ndërtimin e tribunave, e kanë çu një leje të ndërtimit. Kanë çu kushte ndërtimore njerë, masanë e kanë çu edhe lejen e ndërtimit. Na dim se çka përmban leja e ndërtimit. Një leje të ndërtimit sheshi nuk ka edhe për mua që kjo është skandal veti. Nuk kanë çu leje të ndërtimit. As kushte ndërtimore s'është. E dyta nuk është e planifikuar me buxhet dhe ka shkel ligjin për buxhet edhe një rregullor për buxhet diçka. E pat një reagim sot edhe ministri Murati, por ne kemi pas një raportim qysh më herët. Në vitin 2014 kur është ndërruar projekti, Komuna Prishtinës i ka zotuar vetë 500 euro. I ka pas në buxhet. Dështoj të nderi, okej, s'po merr me ata, ku e ka qitë në të ndër herën e dytë, në buxhet si vjetë figurën 6.5 milion euro. Në më thotë qysh kom e kry zoti Rama të nderi projektin 18 milion që me 6.5 milion euro, unë e di ku kom e marrë paret. Po, kjo është atëre para drejt qytetarëve. Mirë, ju thoni 6.8, po ministri Murati tha që veç 1.8 milion i ka dispozicion komuna. Mirë, të paktën në buxhet, nëse hapëm buxhetin e komunës Prishtinë